Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish ditën e sotme me mua Tirona Lilin për t'i dhënë edhe një herë vëmendje divës së madhe shqiptare Paraskevi Simakut. Paraskevi Simaku ditën e djeshme në Instagramin e saj së bashku edhe në Instagramin e Eltonit kanë postuar këto fotografi. Në fakt kanë postuar këtë fotografin edhe më pas një video ku Parashkevia duket të jetë e grimuar nga Elena me kapartistja që tashmë po kujdeset pafund për dukjen e zonjës Simaku. Zonja Simaku ka një ndryshim rrënjësor. Nga ajo gruaja që ne e pam në ditën e parë, që çuditërisht nuk e njihnim, ishim në mëdyshje me vete në qoftë se është Parashkevia apo jo, ku më pas mendimën e zonjës Elvira Tata, e cila me njëherë vrapoi në vend ngjarje dhe e njohu Parashkevin, bisedoi me të dhe na solli një video të këtë gjithë shqiptarët që po është e vërtet kjo është Parashkevia jo. Paraskevi Simaku me njëherë ra në duart e biznesmenit shqiptar Eltoni Lirianit, i cili duke mos ditur asnjë gjë, i cili duke mos e vënë frikën as pak në këtë situatë, e mori përsipër dhe ndihmoi Parashkevin me të gjitha prapavijat që mund të ndodhnin. Eltoni Liriani udhtoi me njëherë, ju e keni dëgjuar filmin, dhe e takoi Parashkevin në New York. Eltoni dhe Parashkevia sollën muaj më herët një këngë dashuria. Një këngë që është kënduar më parë nga Parashkevia, por u risoll edhe një herë. Pse u risoll kjo kënga? Kjo kënga u risoll sepse Parashkevia e mori atë gjë nga publiku. Atë që gjithë jetën e kishte kërkuar. Ç'a donte Paraskevi Simaku në jetë? Paraskevi Simaku në jetë donte një familje edhe artin. Këto dyja i deshte. Tani sa mundet një këngëtare, një artiste, të realizoj dhe një familje edhe artin, kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Kjo është një situatë që ndoshta edhe nuk realizohet, një situatë që ndoshta edhe nuk bëhet, dhe realisht nuk është bërë, sepse njerëz të cilët kanë dashur të dëmtojnë Parashkevin, të godasin Parashkevin emocionalisht, të prishin shpirtërisht Parashkevin, ato kanë arritur ta bëjnë. Parashkevia nga të gjitha ndërhyrjet në jetë ka mbetur e vetme, ka mbetur në rrugë, pa ndihmën e askujt, dhe ka patur shqiptar në New York që e kanë parë, po, sepse në Amerikë është një shqiptari, në Amerikë është një Shqipëri e vogël, por askush nuk e ka ndihmuar. Pse nuk e kanë ndihmuar? Sepse ndoshta kanë dashur të shohin vetëm atë Parashkevin në rrugë edhe të komentojnë ua ku qëndro ka Parashkevia, thashë themet e grave. Eltoni Liriani nuk bëri këtë gjën. Eltoni e mori me të gjitha sakrificat e mundshme, me të gjitha investimet e mundshme, edhe pse dolën analistë të ndryshëm që thonin që Eltoni e ka marrë për lek, Eltoni e ka marrë të fiton lek nga kjo, nuk kishte kështu analiza budallalliqe shkote kot, sikur Eltoni s'ka lek, sikur Eltoni dje i ka bërë lekët me biznesin e tij. Me thënë kishte analizat të turpshme, ku në vend të shikonin dhimbjen e kësaj gruaje, edhe t'i ndihmonin, të kontribonin te kjo grua, shqiptarët përsëri vazhdojnë me ato thashë themet që mundohen të hedhin më shumë vrerë dhe mundohen të bëjnë analizën sepse vetëm atë gjë din ta bëjnë më bukur në përjetet e tyre sociale me emra fake. Dhe kjo është dështimi i tyre. Prandaj ne jemi këtu si shoqëri. Tani ju jeni të gjithë kureshtarë çfarë po bën Parashkevia me këtë veshje. Unë e kam informacion të sigurt këtë. Parashkevia për herë të parë do të shfaqet në një intervistë televizive. Tani, a do të jetë intervista për një media amerikane, a do të jetë për një media shqiptare, a do të jetë te Grida Duma për herë të parë për të folur për emocionet e saj, për të folur për atë që ajo ka kaluar, për të folur për atë që ajo ka përjetuar, për të folur për atë që ajo i është bërë në jetë, Parashkevia e ka thënë ditë më parë që do të fletë. Tani, ekskluzive do t'jetë, a do të zbërthej Parashkevia
kush janë emrat që dëmtuan shpirtin e parashjevis dhe që goditën zemrën e saj. Kush janë emrat që luftuan që parashjevis Simaku të mos mundet dot të korë sukses në karierën e saj artistike. A do të kemi një emër? Kush është kjo ishmisi që ka dëmtuar zonjën Simaku? Por fillimisht nuk do t'jetë në fokus këto. Fillimisht në fokus do t'jetë rindërtimi shpirtëror i parashjevis. Nga një grua që mbeti e vetme në rrugë, që humbi kontakte dhe me familjen, që nuk ishte në varim të nënës së saj dhe që nëna e saj iku nga kjo botë me mallin dhe me dhimbjen se si qëndron pati i ti me bi, sot është rikthyer po aty ku parashjevia kishte të vetme në ndër, në divën e vërtet shqiptare. Dhe kjo është fal Eltonit dhe unë dua ta them me zë, edhe pse shumë njerëzve nuk u pëlqen kjo gjëja. Eltoni e bëri se të tjerët shikonin dhimbjen e tjetrës, nuk e ndihmonin. Eltoni e bëri dhe kjo duhet duar trokitet, nuk ka çfarë aty. Tani, parashjevia do të flet për arritjen e saj, për projektet e saj. Ju e dini shumë bukur, ne kemi dëgjuar që parashjevia do të ketë edhe kthim në Shqipëri. Parashjevia do të jetë në Shqipëri. Do me thënë, kemi shumë risi nga zonja Simaku, por kemi edhe shumë dhimbje. Sepse tek parashjevia kemi miksin mes dhimbjes dhe lumturisë. Edhe realisht, parashjevia për herën e parë në jetën e saj do të flet këtë të vërtet. Njerë pikë së pari, në ditët në vazhdim ju do të shihni coming soon-in apo reklamën se ku parashjevi Simaku do t'jep intervistën e saj të parë. Do me thënë parashjevia, falëndimës të Eltonit, sot ka shtëpinë e saj, ka aredimin ku jeton, komodimin ku jeton, është e qetë, nuk është më në shi dhe në bresh dhe në borë, është brënda në shtëpi, i ka të gjitha kushtet, e ka të gjithë dashurin, marrëdhënien e djalit e ka perfekte. Kjo është lajm shumë i sigurt. Eltoni këtë gjën e ka bërë dhe është shumë lajm i sigurt. Thjesht çuni i parashjevis nuk dëshiron që të jetë fytyrë publike. Me ndihmën e Eltoni Lirianit dhe me bisedën që Eltoni ka bërë me Robert Nolf, bashkëshortin e parashjevis, Roberti përsëri ka hapur zemrën, edhe pse është në një martesë tjetër, i ka ndihmuar parashjevis për të projektuar këngën Dashuria. Parashjevia do të sjellën dhe shumë këngë të tjera. Domethënë le ta mbështesim këtë grua, se më besoni, edhe në këto ditë parashjevia ka nevojë për dashurinë tonë.